حي على الفلاح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي، بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي، على المضلل بالغمام محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني، إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلندرويم اللهنا مضروار تبارك وتعالى vetëm atë e madhrojmë, vetëm ati i nënshtroh hemi dhe i për ulem, dëshmojmë se Zoti jon është një, nuk ka tjetër posti, është i pashaq, i pa rival, i pa artak, është i pavarur nga çdo krijes tjetër, dhe çdo krijes tjetër është e mvarur nga lartëmadhëria e tij. Ashtu si që të shmojnë se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është rëbë dhe i dërguarit madhit Allah, i cili ka ardhur për të asqaruar njerëzve dinin e të madhit Allah, për t'i përgëzuar njerëzit dhe për t'u atërhequr vrejtje njerëzve, se që besojmë se Kurani është liber i Zotit hak, dini Islam hak, dhe ne elhamdulillah prej të madhit Allah jemi të kënaqur që ky Islam është dini jon, dhe i dëshmojmë të madhit Allah në këtë ditë madhe, po edhe çdo ditë Zotit që lind dielli dhe perëndon, se ne jemi të kënaqur Zoti jon me dinin ton. Jemi të kënaqur Zoti jon me ty që të kemë Allah, me dinin tan, me pejgamberin tan sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj vëllezër musliman,
Të mirat e këtij Islami janë të shumta dhe të panumërta dhe ne elhamdulillah po i shijojmë për çdo ditë Zotit mirat e të madhit Allah. Allahu i madhruar na ka begatuar me të mira dhe të mira dhe të mira, të cilat nëse përpiqemi të numërojmë nuk do të mundemi. E pa pikë dyshimin kryet këtyre të mirave është ky din Islam, pa të cilin nuk ka kuptim në mënyrë absolute jeta e njeriu në këtë dynja dhe të gjitha kënaqësitë tjera janë të pavlerë si mos tjetë dinit madhit Allah Azza wa Jall. Megjithatë njeriu ka të mira tjera të shumta të dunjas. Shëndeti e mirë e madhe e Allahut, liria nimet dhe e mirë e madhe e Allahut, pasuria nimet e mirë e madhe të madhit Allah Azza wa Jall, gruaja, fëmia, shoqëria dhe kështu me radhë, të mira të shumta se cila ka vendin e vetë dhe për se cilën duhet ta falenderojmë të madhin Allah Azza wa Jall. E një prej të mirave që na i ka dhënë i madhi Allah, dhe jo vetëm që na i ka dhënë ato të mira, por na ka ndëruar me to dhe na ka bërë kujdestar të tyre, janë edhe këta fëmijë dhe kjo familje me të cilët shumë i madhi Allah Azza wa Jall se cilin prind që e ka gëzuar me fëmijë e ka ndëruar shumë, e nuk ka nevojë me fol për vlerën e madhe dhe peshën e madhe që e ka fëmiu në zemrën e çdo prindi dhe në shpirtin e tij, sepse kjo është më e qartë se sa monal dhe me spjegue se sa është i lumtur dhe i kënaqur çdo prind të cilin Allahu i madhruar e ka gëzuar dhe ka ndëruar me fëmijë. Por nuk përfundon vetëm me kaq, por misioni vazhdon edhe me tej vëllezër musliman, sepse ata fëmijë Allahu i madhruar përpas që ti ka dhënë mu kënaq me ta, në anën tjetër kanë ngarkuar edhe me u kujdesur për ta, dhe kjo është çështja më e rëndësishme, edukimi i mirëfillt i fëmijëve, çka po i lën fëmijëve ti përmas veti, çka po jep fëmijëve tu sa ti je i gjallë, dhe kështu me radhë. I madhi Allah Azza wa Jall na ka urdhëruar në shumë vende në Kur'an që të kujdesemi shumë për fëmijët e tanë, të kujdesemi për ta nga ana shpirtërore, t'ja mbjellëm dashurinë ndaj të madhit Allah Azza wa Jall në zemrat e tyre. Ka thënë Allahu Azza wa Jall sa për ilustrim: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha", urdhëro familjen tënde për namaz dhe bën sabër ndaj saj. Urdhëro ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, por edhe ti dhe ai dhe unë dhe të gjithë muslimanët, ju që jeni zot shtëpie dhe kujdestar të familjeve dhe jeni prind, urdhëroni familjet e juaja, e në familjen rand të parë futet gruaja, pastaj fëmijët, urdhëroni për namaz dhe bëni sabër ndaj tij, ndaj namazit o fjala. Bëni sabër sepse nuk është lehtë me falë namaz, jo vetëm një ditë e një javë, por namazi e ka derën vdekje, andaj dohet mu lidh fort me të madhin Allah dhe dohet mu bindur fort në çështjen apo në rëndësinë e namazit, andaj për me mbajt besën e dhanë Allahut për këtë namaz, me vazhduar derën vdekje. Për atë arsye Allahu ka thonë wastabir, pra bën sabër me zor, edhe nëse nuk dën trupi yt me bë sabër, shtyje me zor, imponoja trupit tënd me zor, me dhunë që të bëj sabër dhe të duroj e ta fal namazin. Neve na intereson në këtë moment apo në këtë rast urdhrit madhit Allah, pejgamberit alayhi salam, por edhe neve pas tij që të urdhërojmë fëmijët e tonë dhe familjen tonë të falin namaz. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa.
Ti urdhëroj familjen tënde për namaz e ne ta çojmë rrezikun në anën tjetër ty dhe fëmijëve tu dhe familjes tënde. Pra mos e bajti dertin shumë të rrezikut, sa që duhet me bajt dertin e dinit Allahut Azza wa Jall. Mundohu fëmijëve tu m'ja ngop shpirtin para se m'ja ngop barkun, sepse siç ka nevojë barku i tyne, ka nevojë edhe shpirti i tyne. E çështjen e shpirtit tyne ta ka lënë Allahu ty në dorë, ndërsa çështjen e barkut tyne Allahu vetë ka marrë në dorë. Për atë arsye Allahu po thotë ne edhe ty e si prindit çojmë rrezik, po edhe fëmijëve tu ne i çojmë rrezik. Sido që tjetë urdhri Allahut është i prerë dhe i qartë, kemi obligim ndaj fëmijëve tanë të kujdesemi ndaj tyre, të mësojnë dinin e Allahut Azza wa Jall. Pastaj Allahu Tebareke wa Taala ka thonë: Ja ejuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O ju musliman, ruani vetveten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit, la ilaha illa Allah. Ruaje gruan tënde dhe fëmijët e tu nga zjarri i xhenemit, lënda djegse të cilët janë gurtë dhe njerëzit, la ilaha illa Allah. Ruaj fëmijët e tu prej zjarmit xhenemit, sepse nesër ditën e kiametit të fshin zjarmi i xhenemit para syve tu, ti merr fëmin dhe nuk ke çka ju bën, sepse nuk ke punuar për me mbrojtur nga zjarri i xhenemit. Ruaj nga dënimi i madhit Allah. Allahu ta ka lënë në dorë mbrojtjen e fëmijëve tu nga zjarmi i xhenemit, e që është edukimi islam dhe vetëdijësimi i tyre nga ana fetare. Po vllazën musliman, nga ky kontest të themi se ne shumica jonë sot jemi prind, e ata që nuk janë dhasht Allahu edhe ata me u bo prind, dhe kemi fëmijë dhe fëmijët për çdo ditë po rriten, dhe jemi në fund të vitit të shkollor dhe jemi pranë pushimeve verore. Vëllezër musliman, shumë vera dhe pushime verore po kalojnë, e ne nuk po i shfrytëzojmë sa i përket mësim besimit fëmijëve tanë, po i lojna mangu fëmijët tanë, la ilahe illa Allah. Nëse një pjesë e madhe prindërve tanë dhe gjeneratave të cilat janë rritur dhe kanë lindur në kohën komuniste, nuk e kanë pas atë fat me mësue dinin e të madhit Allah, në veçanti bazat themelore të dinit Allahut, që si që pa ma heret ma jetë kuranore, nuk është pun qefi, po është pun obligueshmërie, sepse Allahut ka bo përgjec, ka thonë pejgamberi alayhis salam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Se cili prej jush është përgjec dhe do të përgjigjet për atë çka është i ngarkuar me te, dhe njeri është përgjec për familjen e tij, dhe ti kimi u përgjegjur për Allahut për familjen tënde. O a ke mësu apo s'ja ke mësu dinin e Allahut Azza wa Jall? E nëse ka kaluar ajo kokun ju numër i madh i vëllezërve dhe motrave tone kanë mbushur të 40-at dhe të 50-at, ndoshta edhe të 60-at, dhe nuk din me thonë la ilahe illa Allah, nuk din sa recate namazi ka dreka, akshami, jacia dhe kështu me radhë, nuk din me knu elhamdulillahin burri 50 vjet, dikush aty është fajitor, në rand të parë është prindi i tina, e me vën edhe ai vet, sido që ti jeta ajo periudhë ka kaluar. Ne jemi sot në një fazë, në një kohë tjetër, ku jemi të lirë, elhamdulillah. Ani pse shteti ende nuk na përkrah, por pse s'po na përkrah, nuk po mundet me na ndalue, edhe nuk ka me mujt me emrin e të madhit Allah Azza wa Jall, sepse për këtë liri kemi luftue, dhe minimumi jemi të lirë me thonë la ilahe illa Allah, dhe me zgjedh çka të duhe me mësue fëmijëve të mi. E nësaj nuk i mëson atje në për shkolla, unë dua të mësoj atëherë në për xhamia dhe në shtëpijat e mi, shtëpinë teme, apo ku të ma mërmendja mua. Më rëndësia është vëllezër musliman që ta shfrytëzojmë këtë verë
ta shfrytëzojmë këtë verë, këtë pushim, sepse fëmija tanë gjatë vitit shkollor shumë herë po janë shumë të angazhuar e nuk po mund edhe të ngarkojmë shumë. Ndërsa pushimi veror është pushim i plot, kanë 2-3 muj ditë pushim, se cili prej neve i bën planet e tyre ku me shkue për pushim. Allahu na rujte, nuk po flas për ata të cilët i bojnë planet me shkue më rasën haram në përdetje atje, por ata tjerë të cilët nuk punojnë për xhehenem, por punojnë inshallahu taala për xhennet. E ju inshallah jeni për atyre që punoni për xhennet dhe jeni nisur për xhennet. E me u nisur për xhennet nuk ja vlen me shku vet, por me marr me vete edhe fëmijët e tu, minimum edhe familjen tënde, në mënyrë që me qenë knatësia sa me plotën xhennet, sepse i madhi Allah azza wa jall ka thënë walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatna min amalihim min shay. Dhe ata të cilët kanë besuar dhe kanë punuar punë të mira, e ju inshallah jeni prej atyre. Allah i madhruar po thot atyre kemi me ua bashkuar fëmijët e tyre dhe familjet e tyre në xhenet. La ilaha illa Allah. Kemi me i bashku me familjet e tyre në xhenet. Pra fëmijët e tu, i madhi Allah ko me ngrit shkallën tanë në xhenet, edhe nëse nuk punojnë sa ti, përderisa kanë qenë rrugën e të madhit Allah, përderisa i ke vetëdijsuar sa ke qenë në këtë dynja, o a ke mbjellur dashurin ndaj të madhit Allah, o a ke mësuar kushtet e imanit edhe të islamit, dhe të rritur me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, por nuk kanë mund me punu sa ti dhe të ngritesh në xhenet në shkallë shumë të lartë, e fëmijët e tu mbesin në shkallë më të ulta në xhenet. I madhi Allah për hatër tënë që je interesu për fëmijët e tu dhe familjen tënde, ko me ngrit ata në drejgje dhe në shkallë tanë në alt atje, rahmet dhe mëshirët madhit Allah të bareke wa ta'ala. E për memria tjenal dhe me qenë bashkë në xhenet, duhet punojmë në këtë dynja vëllezër musliman, duhet punojmë në këtë dynja e prej punëve të mëdha të cilat është me i ba, është me edukuar fëmijët e tonë, me i shfrytëzue këtu pushime verore, me që fëmijët në për xhamia, mja dërzue se cili fëmijun e vetë hoxhës, edhe me thonë e ke emanet edhe obligim, fëmijën tim me ma mësue, mja mësu dinin e të madhit Allah, mja mësue shtyllat e imanit, shtyllat e islamit, formën e namazit, se si mu falë fëmiju im në mënyrë që a i nga vëzhlia ta adhuran Allahun azza wa jall. E ne edhim fort mirë se fëmiju duhet me obligue me falë namaz nga mosha 7 vjeqare, ndërsa në moshën 10 vjeqare pejgamberi alayhis salam ka lejuar nga pak edhe me i qortue edhe me ngrih vesht ka pak nëse pritojnë me falë namaz. Pra tash më bëhe jo obligim nga ana e shariatit, por obligim nga ana e traditës, duhet ata të falin 5 kohë namaz në mënyrë që kur të hynë moshën madhore të jenë të kalitur dhe të pregaditur për me falë namaz. E fëmijët e tonë po e kry shkollën fillore, po edhe atë të mesmen dhe nuk pe din ju Fatiha, nuk pe din ju Tehjat, nuk pe din ju Kulu Allah dhe kështu me radhë. Fajtor është prindi la ilaha illallah, fajtor është prindi në rend të parë vëllezër musliman, e nuk ka dyshim se dhe shteti është fajtor, por shteti nuk e ka gale për gjuna, as nuk e ka gale për haram, aje ka gale për punë të veta, ndërsa ne kemi gale dhe për gjuna, e kemi gale dhe për mkat. Nuk dom të rasim të Allahun gjuna, por dojmë që nesër fëmijët e tonë të shohin xhenet bashkë me neve. Dhe nga ky kontekst vëllezër musliman, edhe Këshilli Basisë Islame këtu tek ne në Prishtinë, ku e kemi në oborrin ton, ka organizuar një kurs mendoj shumë të mirë në këtë verë. Andaj fëmijët e keni për obligim nga ana e madhit Allah azza wa jall, që u shtynë u obligon dini islam me që fëmijët e juaj për me mësu dinin e të madhit Allah azza wa jall, me regjistruan për xhamia apo në Këshill Basisë Islame, e pastaj ata në mënyrën e vet të organizuar apo të organizimit me emrin e Zotit kanë me ta kthy fëmijën mas 2 javë ditë me emrin e të madhit Allah, i cili ka me ditë namaz, ka me ditë shtyllat e islamit dhe ka me njoft rregulla bajage të mira të dinit Allahut azza wa jall. E kimja pa hajrin fëmijët për këtë dynja dhe
dhe për në ahiret la ilahe illallah, sepse shumë prej neve vëllezër musliman mjerisht po punojmë shumë për këtë dunia, po punojmë edhe për fëmijët e tanë, mirë po kur po vdes i Zoti i shtëpis, po vdes tamam, po vdes një me vdekje për i me ka krejt po vdes, kërkan nuk pëllen mas veti la ilahe illallah, e njeriu i mirë dhe i meqëm është ai i cili edhe vdes, po të njëjtën kohë edhe ka mbetur gjallë, sepse veprat e tij kanë mbetur gjallë, e ti mundesh me mbetë gjallë nëpërmjet djalit tënd i cili punon në rrugën e Allahut, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, njeriu kur vdes i shkëputen veprat, amelet punët e tij për pas 3 gjërave dhe një prej tyre o waladun salihun yad'u lahu, ose fëmiu i mirë i cili lutet për prindin, e kallëzëm ti mu, cili fëmi lutet për ty, nëse nuk lutet për veti, nëse nuk falet, nuk e qëtë krytën se gjë, çfarë ndihme ke prej ati fëmiu, çfarë sevapi ke prej ati fëmiu, e ilumi a ilumi i cili edukon fëmijët e ti, i cili u mëson dinin fëmijëve të ti, aje ka kryer një obligim prej obligimeve të ti në këtë dynja, e ne kemi obligimet shumëta, kemi obligimet shumëta vëllezër musliman, ndaj të madhit Allah, ndaj prindve tanë, ndaj fëmijëve tanë, ndaj shoqërisë tanë, ndaj vetvetes tonë, dhe kështu me radhë, dhe ka thonë pejgamberi, ati li kulli dhi haqqin haqqahu, dhe se cilit japja hakun, pra japja hakun fëmijëve vëllezër musliman, dërgoni fëmijët e juaj, e qysh i mashtroni apo qysh i bindeni, është çështje juaj ajo, me rëndësi, me regjistruar fëmijët, e ata u premtojmë juve me emrin e Zotit se nuk do t'ju shgënjejnë, por do të ndaheni të kënaqur me ta, dhe është i madhi Allah Azza wa Jall që çdo verë të organizojmë kurse të ndryshme që të mësojmë fëmijët e tanë bile dhe jashtë pushimit veror me emrin e të madhit Allah Azza wa Jall, dhe nga ky kontest e kemi obligim jo vetëm të dërgojmë fëmijët e tanë, por e kemi obligim edhe të kontribojmë nga ana materiale, sepse aty ka harxhime vëllezër musliman, ne fëmijëve tonë për çdo interes të dunjas, për çdo send fëmiu që ka të lyp, ju a japëm nga 1 euro, nga 2 e ka 3, se cili fëmijë i cili ka lënë në fund vitit dhe ka një sukses të mirë, ne i shpërblen fëmijët e tonë me nga pak euro apo ndonjë dhuratë të mirë, gjatë që është e lëvdueshme dhe nuk ka kur gjë të keqe në Islam, por duhet me i shpërbly dhe me i stimulu fëmijët e tanë edhe për din të Allahut Azza wa Jall, andaj mos u ngoroni, japni edhe për fëmijët e ju, po e them këtë sepse edhe fondi nuk është aq në nivel, gjithsesi nuk kemi tolla të mjaftueshme për këtë kurs i cili organizohet jashtë Prishtinës. Për atë arsye kërkojnë nga ju që secili prej jush kur del jashtë nga gjys euro e 1 euro, ma pak apo ma shumë, me dhënë sadaka për hir të madhit Allah Azza wa Jall, për me mësue këta fëmijë tonë, ta mësojnë dinin e Allahut Azza wa Jall, e na shtaj madhi Allah don dhe na shpërblen, e sa herë ata fëmijë falen pastaj me ato dua që i kanë mësue, neve na vin sevap inshallahu taala, sepse duhet të kontribojmë që ta stimulojmë njëri tjetrin, ta mësojmë dinin e Allahut te bareke ve taala. Allahu na rujt familjet tona ya rabbel alamin, e na rujt fëmijët e tonë veçanti nga çdo degenerim dhe nga çdo rrugë e keqe ya rabbel alamin. Allahu na udhëzoj fëmijët e tonë, rinin tonë dhe rinin e krejt muslimanëve ya rabbel alamin. Allahu Azza wa Jall na mundsof që me qenë edhe ata në rrugën e të madhit Allah, që shimin në rrugën e Allahut. Allahu na mundsof që bashkarisht me familjet tona, po dhe me prindët tonë që kanë shkuar para nesh, të takohemi në xhenet ya rabbel alamin, e atje të shijojmë frytet e veprave tona që i kem punuar në këtë dunja. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.